Kiara me Luizin Cifti jone I dashur në datën 1 janar ka dal nga shtëpia duke e nisur vitin mbare si një vit aktiv ku ata kanë preferuar të zgjedhin parkun e lojrave ku shfaqet Lunushi duke vrapuar Kiara Beri një urim me të shkruajtur çdo gjë. Duket kaq që të ditët e para të vitit lasin njerëzit mbas darkimit të gjatë ose ka dhe të tjerë që e zbardhin mëngjesin pranë njëri tjetrit, por Cifti Elli ka vendosur t'i kalojë ndryshe këto ditë duke dalë në park me Lunushën duke u angazhuar e duke buzeqeshur duke luajtur e duke na përcjell vibe të mira e gjitha kjo fale dashurisë që ata kanë për njëri tjetrin dhe kete e rrezatojnë kudo mos I paftë syri keq ata janë e vërtet një familje me shumë vlera. Luizi nga krahu tjetër me humorin e tij dhe ngacmimet pikante që I bën Lunushit e bën për të qeshur dhe të vrapoj ata janë e bere si tre shoket e vërtet ku luajnë me Lunushin dhe I përkushtojnë kohën e tyre ajas dhe njëri tjetrit. Kiara ka përcjell një mesazh behuni aktiv dilni sa më shumë e tretni ushimin dhe pijet dhe konsumuat si dhe luani sa më shumë me fëmijët tuaj. Trazovacia e vogël shkon të lisharset e luan ndërsa kemi dhe disa pamje ku ajo është e veshur si babagjyshi vitit të ri ku ndjek mami Kiarën nga ritransmetimi I humorit të portokallise, por më e bukur është se sa herë del Kiara në ekran ajo reagon qesh dhe luan nëpër shtëpi. Është e vërtet çdo moment me të shumë I bukur veme re se Kiara ka bërë disa pyetje ku ngacmon Luizin ku sipas tij ai thotë kam dalë për qejf në restoran dhe po shoh portokalline dhe mbas orës 12 do të shkoj në klub. Ky ishte një ngacmim humoristik për Luzini I cili me batuta e fikson Kiarën moment I bukur mes Cif. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi I personazh.